Prishtina apo Tirana, ku po digjet nata ma shumë. Dy botë, dy rryma. Prishtina edhe pse vend i vogël ka traditë nejave qysh mate, me atë shpirtin rebel e urban. Pas Tiranës mbetet keq, edhe pse huben e mori vetëm pas ditëve të natëta, sot është bërë qendra shohet në Ballkan. Tirana sy t'i mban nga Italia. Stili i jetës edhe eleganca atje janë must. Po kur vjen puna te muzika, situata ndryshon. Në Tiranë dëgjohet çdo gjë që është trend botror, nga reggaetoni deri te tech house. Po është shumë e vërtetë që hitet e vjetra të Kosovës ka një respekt kult atje. Në për rrugët e Shqipërisë, ato mbeten himne që s'lejohen me u harru. E remixet e DJ-ja i mbajnë gjallë çdo natë. Plus muzika live atje është industri me vete. Dallimin e shumë edhe te luku. Këqyrem, Prishtinë vibe është urban, alternativ, tim punë edhe ato sakot oversize të baballarve për me u do cool e me pas stil. Në Tiranë, atje dalja është e vend. Mbi zotron eleganca, veshje sensuale, edhe ai shkëlqimi bllokut. Prishtinë vishesh për vibe, Tiranë vishesh për me ranë sy. Po ku po shprazet gjepi ma shpejt. Tiranë pa rezervim edhe pa një look të kuruar, vështirë që e ndikon. Atje një koktej mundi me kushtu sa një drejt në Prishtinë. E nata ta shkrin rrugën pa e vrejt fare. Pyetja është apo lyp një natë rahat me shoqëri apo një natë si yll filmi ku shpenzimi është pjesë e stilit. Tirana ka hapësirë ma shumë, është industri e madhe dhe shkëlqen. Po secili huaj që i provon të dyja e thot një gjë, jeta e natës është në Tiranë, po zemra e nes mbetet në Prishtinë. Po ti që po na dëgjon ku e ke lënë zemrën këtë fundjavë në Tiranë, në Prishtinë. Për më shumë informacione klikoni në kanalin tonë Molte TV.